Ish këshilltari për sigurinë kombëtare në SBA, John Bolton, ka komentuar ndër të tjera shndrimin e djalit të presidentit të SBA-ve, Donald Trump Jr., i cili është shprehur se ish presidenti amerikan Bill Clinton kishte udhëzuar ndërhyrjen humanitare në Kosovë në mënyrë që të zëvendësonte vëmendjen nga afera me Levinskin. Bolton tha se Donald Trump i ri nuk është zgjedhur asnjëherë nga askush për të përfaqësuar SBA-n, ndërsa deklarata e tij mund të jetë edhe në kuadër të investimeve të Trump në Serbi. Ne nuk është se kemi një lloj forme presidenciale që trashëgohet, është një shprehje që mund të mos e gjejmë të rëndësishme, por është diçka që mund të ketë të bëjë me investimet organizative të Trumpit në Serbi, por edhe të kujtojmë se Donald Trump Jr. nuk është zgjedhur asnjëherë nga askush për të përfaqësuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa Bolton, i pyetur se sa do të jetë në vëmendje presidenti Donald Trump për dialogun Kosovë-Serbi dhe sa ndikim do të ketë Amerika në këtë çështje, mund të jetë shumë e rëndësishme nëse do të ketë vëmendje për këtë. Jam përfshirë edhe unë personalisht ku shërbeja në sigurinë kombëtare. Serbia dhe Kosova mund të jenë pranë një marrëveshje dhe kjo është në interesin e të gjithë Ballkanit. Nuk do të ketë investime ekonomike derisa të zgjidhen këto çështje politike. Unë e kuptoj historinë e gjatë, por të dy udhëheqësit duhet të ulen së bashku dhe të zgjidhin këtë. E të tjerët mund të krijojnë kushte që ata të arrijnë një marrëveshje, tha Bolton. Trump Jr. gjatë qëndrimit të tij në Serbi, pasi NATO e bombardoi Serbinë në vitin 1999, çka çoi në tërheqjen e forcave serbe nga Kosova. Kjo ndodhi në kulmin e skandalit Bill Clinton-Monica Lewinsky. Shumë kush, sidomos tani në retrospektivë, sheh këtë bombardim si një përshëndrim nga i dështimi Bill Clintonit.